Kisha veç dasha keq. Kështu që ata njerëz që më kanë nejt afër momentet e mia ma të vështira, du mi falenderu shumë edhe ata e din kush janë. Shoqnin tem t'ngusht, po dhe rrithin e gjon, që prap se prap të paktën një mesazh ma kanë dërgu se janë mundu me mnejt afër kur kom pas nevojë. A njerëz të tjerë që i kom mendu që janë aty për mu gjithmonë, kur kam nevojë, nuk kanë qenë. Shumica e njerëzve që ju kom besu, kom fol shumë sene me ta, ju kom ofru ndihma kur kam pas nevojë, ata nuk janë kon aty për mu. Kështu që rrethin ma të ngushtë kime pas familjen, këtë sen doni me ditë. Familja është rrethi ma i ngushtë se shoqni, okej, shoqni mëret më të bëhet diku shoqe e shpirtit ose shok i shpirtit. Ato pe përjashtojna, okej? Ata janë. Po familjen, si familjen s'kini me pas kërkan. Kështu që du mi thonë shumë kujdes me kanë kini mu shprej, me kanë kini me fol, me kanë kini me kallëzu ndjenjat e juve, me kanë kini me ndalë një rrëfim tjetës t'juve, se nesër, mas nesër ju s'kini me fol me qata persona dhe kitë kam ja u përdor për t'keq se ju për t'mirë. Kështu që duni me pas besim vetën e juve edhe kujdes prej njerëzve, kujdes prej rrethit që e mbani afër, se kur nuk mëni me ditë kush kam janë ngurtikën ma shpinën e ditë. Kështu që one me pak fjalë, mojta me i zgjedhë tema ma të komplikume ose ma të s'podishmu shpreh, se kam pak edhe emocione, po on tash kam ju përgjigj disa pyetje që më keni bën në Ask Me a Question, kështu që mëna me vazhdu që aty dhe nashta që aty kena me fol pak ma shumë sene çka jo keni qef të fol. Pra, one po filloj me pyetjet që më keni bo jo. Edhe pyetja e parë që u bu mas shumti është kush do ka ndihmu do me thonë përpara të operimet sepse nuk e cek emra. Unë ma herët e ceka që shumë kisha pas qef mi tregu persona në fjalë se jo i njeni ata persona, ka dash me qenë diskret kështu që unë s'mëj me thy privatësinë e tyne, veç du mi falenderu përmes kësaj video dhe mi thonë që ju dua. Atë ka shkru, mo ajo mashtrusja, ato si unë ditë që ti a dole me sukses. Jo, nuk unë ka shkru mo mashtrusja, po m'keshet se po m'qojnë foncat, foto që pi qat ajo hala këshë, po ka vazhdu punën e këshë me klienta e bla bla bla. Unë nuk e besoj që ajo ka me pas klienta mo se ajo mas pare nuk është klinik, është zyre ndërmjetësuse që i qanë për spitalet ndryshme. Nuk e di ju a e kini pa ciklin e dytë ku ka dal një vajzë që ka tregu qysh ja ka maltretu gjoksin edhe ajo nuk ndin ma gjoksin e saj kur gjë. Qysh një njeri tjetër shku me mjell flakt ja ka mjell veç pjesën qëto, ne ja ka lon qel. Dikush tjetër e ka shumë raste që do me thonë one ju kum falenderu Zotit masi e kum marrë vesh që s'kum hi ndur të saj se kum e ditë salatu m'kish bo edhe kum e ditë s'kisha mujt as me ecë ma as mu qu, kështu që falenderimit e kum veç Zotit që m'ka ndodhë shkisene kum kuptu çka i shkon tek kjo puna se ajo doktorej shitët si doktorej fol edhe nisa du mi thonë edhe juve artistat që ajo ju ka marrë shumicën prej juve në përgoj. Do që e një konta ajo kini pagu pare edhe keni dosh me nejt diskret mos mu kuptu që ka keni bo, ajo ka fol për juve të one, po ka fol edhe në për një arsye, kështu që pëse keni me marrë vesh të ardhmen se është katastrofë. Vazhdojnë ashtë. Për sa orë ka zgjat operime. I para pam, operime do me thonë qysh one kum ni prej doktorat tjerë, në qofse one kisha bu komplet shpinën, prej qafës poshtë, prej ku e kum pas devimin, i shka normal për mi 10 orë. Po one e kum bo vetëm gjysma, pjesën ku e kum pas devimin ma të madh, sepse pjesën tjetër e ka korrigju doktori përmes pjesës ku kanë devijimi ma i madh. Ka dashur mos ma humb elasticitetin edhe me kanë une fleksibile që me mujt me vazhdu karrierën tem, do me thonë vallëzimin që më pëlqen shumë. Me kanë shumë i lëvishme që me mujt unë edhe tash, janë 2 weeks post-op edhe po me livrit non-stop. Kështu që ka zgjat 6 orë gjys, që shumë kanë tregu, edhe një 2 orë dhe ju ka dal pia, dikon pi bjen 8 orë gjys është. Qysh e ke vrejt që ki skolios nëse e mban mend se e di që është kohë e gjatë. Une e kum cek këto në rrëfimin tem, e kum vrejt kur i kum pas 12 vjet, jam kanë banjë të ula, edhe jam kanë du këshym pasqyre edhe tash e kum pa një anë të shpinës ma të fryt, edhe kur jam kthy anën tjetër e kum vrejt që
është një devijim, edhe që aty u kon hira parë që e kom vrejtun edhe se kom di qka u kon ajo, po jena shku të doktori, na ka tregu dhe pastaj kom fillu me konsultu me mjeka, me fizioterapeut, e kom bajti lekun, kom flejt në dras, ka pas shumë sakrifica që i kom bo gjatë vitet në vazhdim, po tash u kryo operime dhe s'kam nevoj mo. Nejse, për fizioterapeut kam nevoj që tash edhe 2 javë kam me shku te doktore për me ma këshyr varën qysh është, qysh është të ecë krejt, a kam dhimbje edhe tani kismet janë nis me fizioterapeut edhe inshallah me janë njësa më shpejt fitnessit të s'moj me nejtune. Pyetja tjetër është prej kujt e ke pas zhgënjime ma të madh? Jem zhgënjy prej shumë njerëzve se kisha pri që ka më zhgënjy. Nuk po du mi përmend me emra, e din ata vet kush janë. E ceka edhe ma herët, se po më vjen më përsërit, po jam zhgënjy qaq shumë, sa që tash më ka kthy n'forcë edhe nuk i besoj ma kërkujt. Edhe e di që e kam veç veten tem, familjen edhe shoqet e mia të ngushta që janë kanë që aty për mu kur kom pas nevojë. Për tjetër kanë, veç di mi thonë që krejt sillet bota, një ditë keni me pas nevojë për mu, po besoni që s'ka me kon aty për juve. Prej cilit moment e vretet që janë duke të përdor ajo kompania. Unë e kom vrejt që janë të më përdor prej mujit parë, se direkt se jam taku me ta, më ka thonë me postu foto, edhe unë e do me thonë jam tregu shumë e mëshme, se çdo bisedë me ta, çdo shkrim me ta, çdo gjë me ta i kam të faktume që kam i përdorë gjykat, edhe e di që kam e dalë fituse, si me klanin, si me Lenën, se ta shka kam bo këta dy palë mes vete, unë nuk e di, besoj që në gjykat kur tina kena me marrë vesh, se tash për tash nuk e di çka ka ndodhur mes tyne. Unë e di një farë ane të pjesës të Lenës me dikën të klanit, po ajo mbetet mu diskutu të ardhmen, kështu që nuk po du me diskutu ma shumë, këtu se veç i bëj vetës dëm, kështu që mbetet për gjyq. A kime pas ma ndonjë problem me boshtin kurrizor sipas rezultateve? Po sipas rezultateve, jo, normal na herë dhimbje muj me ndje kur ndryshon koha ose diçka. Po dhimbje e di s'ka me pas ma, devijim s'ka me pas ma, bebe, muj me bo. Muj me kon normal si krejt tjerë tash, nuk ka me pas asnjë problem për jetën tam vazhdim. A do ja sugjeroj të gjithë atyre që kanë të njëjtin problem si ty te Spitali Amerikan? Definitivisht, jo veç pse kom kry ndërhyrjen, po asistentet, doktore, anesteziologu, drejtoresha, krejt rrugtimi jam rana në spital që shka qenë prej ditës të parë, e deri sot që hala moj kontakt përmes telefonit, unë jam dal e knaqshme, nashta 100 prej 10-ve. Qa shumë kum dal e knaqshme, qa që jam të pas asnjë problem, dhe krejt fjallë që shmi ka thonë doktore, janë të mdal që ashtë, unë jam sugjeroj krejtve që e keni të këtë problem pa pikë frike, me shku te doktor Kamile në Spitalin Amerikan është ka pak. Cilat ishin fjalët tuaja të fundit para se të shkoni në operacion? U kon që I will do it, kam ja dalë dhe kam këthy shumë strong, ja kom thonë shpis, mos t'ju shotu mërzit dhe asnjë pikë loti nuk e kom derë, do me thonë para se mi në operacion. Jo mërzit pak, mrena vetës, ama jem kon shumë ashtu që kam ja dalë, s'kam me ndodhë kur gjë, s'kam se me o mërzit. Kush të kam mbështetur më së shumti gjatë udhëtimit tëm, të uroj shërim të shpejtë. Gjatë këtij rrugtimit tëm, mu më kam mbështet familja jem, shoqënia jem e ngushtë. Du me falenderu publikisht edhe Edonën, shoqën Edon, që më ka nejt afër prej momentit parë që une ja kom tregu problemin që e kam. E deri sot që e kam kështu në pjesë zemrës tam se është një burnesh në sytë e mi që s'ka frikë prej askujt, që më ka nejt afër, që u mundu me zgjidh problemin tam qysh është mas mire, kështu që edhe piranjat du mi falenderu shumë, menaxherin, Rokin edhe krejt
edhe njerëz të tjerë që më kanë mbështet. Tash s'jam të më kujtu krejt me emra, po ju dua. Cili është zhgënjimi më i madh në jetën tënde? Zhgënjimi jam më i madh në jetën time më kon që në format si Klan Kosova, në një format si Big Brother, VIP, Kosova, është dalë një manipulim kaq i madh, ku janë mundu në sytë e njerëzve me tregu një gjest humanitar, që ka pas të bëj me shëndetin e dikujt, edhe u kanë thjesht një manipulim. Kjo u kanë zhgënjimi jam më i madh edhe se kisha prit që më me bë dikush një gjatë. Kom pas shumë zhgënjime në jetën time, po ato tjera diç që kanë më të vogla kundrejt sa i përket kësaj, kështu që what to say? A do mund të bësh aktivitete fizike dhe nga 1 deri në 10 sa do e vlerësoj dhimbjen pas operimit? Aktivitete fizike deri në 8 muaj nuk muj me bo, qysh unë ka thonë mjeku, kalorimin e san që e du shumë, që kjo pak kështu po më lëndon, nuk muj me bo nashta për 2 vjet, najsen, veç në qofse shkoj kështu, jo me nga po veç me ec. Boksin s'muj me bo, për goxha një kohë, deri të ndi vetën e fort edhe deri të më forcohet pjesa e re që kam të vendosur në trup. Fitness nuk e di kur kam ja nis me ushtru, do të me pyet doktorin, ai ka më tregu kismet dhe dja kur shkoj. Edhe dhimbjen, mas operimit, tash pju tregoj drejt, se nuk hyrrej, u kon 10, 10 prej 10, u kon shumë dhimbt e madhe, po i ke pas qetësusat edhe me qetësusa ke mujt me kalu, do me thonë. Kur ki me postu kongën Forcën e një femne? Kongën Forcën e një femne jam tu e punu, jam tu e kry, sa ma shpejt që të muj, se veç refrenin e kum pas, edhe tekstin që e kum shkru, po unë kitë kongë kum thonë, kam e bo ma shumë vjetë që të kam ma shumë sene që ka ndodhë njëtë, po unë mendoj që qëtash është momente, si jam tu e pala që shumë femna janë frymzu prej historisë tem edhe prej forcës tem, që e kam, edhe nashta me qatë kongë kam minimu shumë femna, shumë nana, shumë qikatreja, shumë fmi me marrë forcën, edhe mi thonë vete që kimja dalë për gjithë shka, kështu që mendoj që shumë shpejt kam e bu kongën. Videoklip, tamon, që shkeni qef, jo nuk e dija kam e mujt me bua, jam në gjendje për me bu, po në forcat e mija kam mundu me bo diçka sa ma kreative për juve. Edhe tjera t'jën konë, a ki mendu se do jetë vdekje operime. Normal e kena pos krejt kitë me nem, ama juve ju thamës me pos kitë me nem se që? A më shëne? Krejt? Bërë jam bo ma e mirë. Jam zbukuru, diçka për më do këtë vetë jam ma e bukur. Paka i gore. Veç kokta shumë, a ki pos stres gjatë hyrjes, pak si. Do me thonë këto sene veç i kum cek, tani kam shumë komentet mira që e kini bo shumë. Une me qëta po du mi jap fond këti vlogu, jo fond për me përfundu krejt, po këti vlogu, si në tërsi. Une po du mi thonë krejtve që ju du shumë. Du mi falenderu krejtve për mbështetjen që ma keni jap, edhe unë kam mundu që me ndryshu pak planin e jetës tem, edhe me ndryshu pak paraqitjen në publik, se tash ka fillu një jetë e re për mu, edhe unë e kum dashi dashurin e juve, gjithmonë, edhe tash besoj ju e keni pa qysh është Anisa e vërtet, qysh s'pëdish mu shprej veç, përshini tash Anisën qysh është në realitet, edhe një zamër prej krejt juve që më keni mbështet, që më keni dash, të më keni nejt ofër, edhe për krejt juve që nuk keni besu te one, e mani men që në Big Brother këmë thonë që kam ja dalë dhe doja dalë. Unë ja dola, kështu që veç dimi thonë që mos besimi juve mu më ka bo ma të fort, edhe ju që më keni bullizu për smundjen tem, keni bo meme, ku te dion, tash inshallah nuk e ndodhë kërkojt familjen e juve, edhe inshallah kërkosh familjen e juve s'ka me pas problemin që kom pas one, ose naj smundje tjetër, veç dimi thonë që krejt njerë që më keni dasht, ju dua, i rrenit fort, edhe shumë sene të reja kanë më ardhë,
Edhe kismet, unë kam mundu në forcat mia që me bo të ardhmen një koncert për krejt njerëzit ose dikush që ka nevojë shumë madhe për mjekim edhe nuk i ka mundësit edhe krejt fundin që unë kam e bo, që atë ditë kam e dorëzu te personin fjalë. Kështu që ju dua shumë dhe faleminderit që keni ndjek vlogën edhe shumë shpejt na marrë në sanet reja me këngën e re edhe ju dua.